Përshëndetje miq, sot është një temë si të krijoni bollok dhe do ta ndaj në 3 pjesë. Pjesën e parë, çfarë kupton bolloku për ju, për mua, për të gjithë. Pjesën e dytë, duke qenë se pjesë e bollokut është edhe paraja, të kuptoni të vërtetën e energjisë së paras, dhe pjesën e tretë, si ju të arrini të krijoni bollok në jetën tuaj. Ndërkohë, për të gjithë ju që jeni duke ndjekur këtë kanal, ju jeni shërues shpirtëror, ju jeni punëtor të dritës, sepse ju jeni lidhur me shpirtin, dhe herët avon që të gjithë ne do të lidhemi me shpirtin erdhëm, me shpirtin do të shkojmë. Dhe mos harroni se ky shpirt është që na mban, është fryma, dhe kjo është karburanti i shpirtit ton, për të cilën furnizon zemrën ton, kjo zemër astrale, neutrale, që e kemi që të gjithë, dhe që mban misionin dhe drejtimin e jetës tonë. Që të gjithë jemi në këtë jetë për ta jetuar, dhe jo ta mbijetojmë. Duke qenë se jemi, dhe sot është dita e hënës së re, në Dem, ku dhe dielli është në Dem, pra është një mrekulli, prandaj është hënë e re dhe është super hënë. Unë kam bërë video se si ju të veproni me këtë hënë të re, dhe midis tyre është dhe kam bërë 3 pyetje që ju t'i përgjigjeni, dhe sigurisht ndoshta e keni filluar një ditë përpara, pra ose edhe sot, ashtu sikurse edhe nesër, dhe që ka rëndësi për të hedhur me të vërtet farën për atë që ju ndërroni, dëshironi, për atë që shpirti juaj ju ka sjell këtu me një mision, dhe të kuptoni që hap pas hapi që të gjithë ne, dhe shumica jeni kthyer në tokë, të arrim të krijojmë dhe të vazhdojmë të jetojmë në këtë jetë, sepse në këtë univers të bollshëm ka çdo gjë më tepër se mund ta mendoni me mendje, pra nga ana psikologjike, ka çdo gjë për ju, për mua dhe për të gjithë ne. Ndoshta, duke qenë se është edhe tema paraja, pasuria dhe vlera jon, pra cilësitë dhe talenti jon, është që unë do të flas në lidhje me çfarë kupton bolloku, që është pjesa e parë. Nga ana shpirtërore, së bashku me mendjen, sepse ne jemi komplet dhe ne do ta pranojmë veten komplet si ne jemi, është gjendja jon e të ndjenjës së pasurisë për atë që ekziston, që është e pranishme, dhe jo për atë që mungon. Dhe tjetër, është përjetimi i një gjendje shumë në lidhje me dashurinë, në lidhje me fuqinë tonë, në lidhje me energjinë optimiste të mrekullive, të fjalëve, të mendimeve, të sjelljeve, të zakoneve që ne krijojmë në këtë rast me rrugëtimin tonë, me lidhjen tonë me shpirtin, ku na drejton shpirti, me një ndjenjë të madhe në lidhje edhe me atë që ne kuptojmë se çfarë do lloj që ne kaluam, në lidhje me kohën, në lidhje me mirënjohjen. Ne jemi mirënjohës, ne flasim me universin. Dhe kjo është që ne të kuptojmë
që ka të bëj bolloku. Duke qenë se ne jemi të lidhur dhe vazhdojmë ndjekim shpirtin, ne e kuptojmë që ne jemi lidhur me energjinë e burimit. Krijues, dhe në këtë rast ju e trisni Zoti, universi, shpirti jon, vetja jon e lartë, sepse jemi dhe kemi priduar të hapim zemrën, është ne e kuptojmë që në këtë univers, për të arritur, për të manifestuar ëndra dhe dëshirat tona, dhe në këtë rast të hidhni farën për atë që ju dëshironi, dhe me që është bëhet fjala edhe në këtë anë përpara dhe prandaj po e bëj këtë video, të kuptojmë që energjia e paras është që drejtohet po nga universi. Duke qenë se dhe ne jemi lidhur me këtë energji, është që si ta zbatojmë ligjin e tërheqjes, që është aftësia jonë për të marrë, por dhe për të dhënë. Mësoni që e bëj këtë video për arsye shënim, që të gjithë jemi unik, por të kuptoni që midis paras dhe shpirtërorëve nuk ka një lidhje, nuk janë bashkë. Po pyetja është, po përse ndodh kjo? Dhe ajo që dua t'i jap një përgjigje para se të vazhdoj është që a e keni dëgjuar që flitet dhe jeni ndërgjegjësuar që paraja nuk të bën të lumtur. Mësoni vërtetësinë e kësaj nga ana e mençurisë, së burimit të energjisë krijuese të Zotit të universit, por që ju e merrni përgjigje për këtë, të vërtet, vetëm atëre kur ju jeni në fuqinë tuaj, kur ju jeni me të vërtet shërues shpirtëror dhe punëtor të dritës që shkëlqeni dritën në këtë univers të bollshëm, në vend të errësirës. Dhe për të kuptuar vërtetësinë e kësaj që paraja nuk të bën të lumtur është e vërtet. Pse? Nga ana psikologjike, është që kërkohet ajo që ju mungon. Dhe kush ju mungon? Duke qenë të një anshëm vetëm me mendjen, dhe kjo për arsye ne nuk do ta gjykojmë veten, për arsye të nivelit të ulët të ndërgjegjësimit në sidomos unë po flas për gjeneracën time të shekullit 20, të viteve 60 deri në 90, është që ne krijuam, ngulitëm në mendjen tonë, duke qenë se ishim në një afat kohor, që u rritëm dhe në një familje, pra të varfër, dhe është dhe tjetra që paraja është djallë, paraja është e keqe, paraja nuk vjen te i varfër e tjera. Kjo është për arsye sepse ne pa e kuptuar në rolin viktim, u shkëputëm nga shpirti. Pra, gjatë rritjes tonë, qoftë edhe të marrë, që në barkë të nënës, sepse kemi të uazuar një mendje të mingarkuar, por ndërkohë edhe gjatë rritjes tonë, gjatë eksperiencës, ne ju bashkangjitëm duke arritur që kuptuam atë që paraja nuk na bën të lumtur. Pse? Sepse ne ju bashkangjitëm asaj. Ne kërkonim këtë para, dhe sa më shumë ne kërkonim, aq më shumë na largoheshe. Dhe në qoftë se ne punonim fort dhe arritëm, pra morëm diçka se paraja këtë ka, e përdorim në këtë univers, pra qëllimi është që marrim, por dhe japim, dhe si e përdorim. Një pjesë nga ne, duke qenë se ishim të njashëm nga ana psikologjike, nga ngarkesës, duke qenë se mendja është me të kaluarën, është me të ardhmen, një pjesë e mbanin paran, pra e kursenin në kuptimin, punonin shumë, ta kem. Okay? Në kurriz të energjisë, të shpirtit, të trupit. Okay. Nga ana tjetër, një pjesë tjetër, edhe e largonin, që të dyja ishte kontrolli, dhe në këtë rast,
kontrolli i frikës së jetës, pra të kontrollon jetë pa siguria, pra nuk ishe i sigurt. Dhe si ai që e merrte, si ai që e largonte, çfarë ndodhte? Ajo që ndodh dhe sot me njerëzit që nuk janë të zgjuar, që nuk janë, pra arrin akoma në rolin viktim, pra të njanshëm vetëm nga ana e energjisë maskullore, pra mendja bëj, sepse është trupi fizik, bota e materjes, me impulset egoiste, është që shumica kërkojnë lumturinë, pra duke bler rroba, biles nga njerë dhe mos edhe nuk i veshin, duke vazhduar në restorante, kafe apo gjëra të tjera, vetëm e vetëm se nuk e din që në brendësi ka një lloj atë që nuk mund të dim që jemi të lidhur me shpirtin, por që e kemi mohuar sepse gjithmonë me impulset, duke i dhënë përgjigje me impulset egoiste, është ajo që ndihet zbrasi, është ajo që ndihet vetmia, është ajo që e kërkon lumturinë me këto gjëra. Edhe kjo është që paraja nuk të bën të lumtur. Por, tani unë do t'ju tregoj të vërtetën. Është e vërtet që ne që të gjithë duhet të krijojmë një raport, sidomos ne shpirtërorët, që duhet të krijojmë një raport të drejtë në lidhje me çfarë marrim dhe me çfarë japim, sepse është në qoftë se këto nuk janë në raport, ne nuk jemi në përmbushje edhe me misionin dhe drejtimin e shpirtit tonë. Gjithçka që dua ta lidh është mësoni që unë kisha nga ana ime, prandaj po e tregoj që paraja nuk na bën të lumtur, është që nga ana shpirtërore, në momentin që unë kisha 2 fytyra. Parazimit, si që u tregova, unë isha e bashkangjitur nga paraja, duke qenë se ardha nga një familje varfër, atëre edhe prindrit më thoshin mëso që të bësh më mirë, dhe tash sigurisht që unë arrita në jetën time, edhe pse ishte jashtë asaj që ishte misioni dhe drejtimi i shpirtit që mësova që unë jam një pra shërues shpirtëror për të shëruar dhe për të ndihmuar gjeneracën time nga karma e vjetër, sepse ky është misioni i shpirtit që ne do të mësojmë gjatë jetës me eksperiencën tonë, dhe në këtë rast jam këtu para jush si ndjan humanitare për t'ju ndihmuar gjeneracën time, si unë u lirova nga karma e vjetër, ndërkohë edhe për shërimin tuaj, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, që të jetojmë me vërtetësinë e saj, duke qenë në ekuilibër, në harmoni midis mendjes, energjia maskullore dhe shpirtit e energjisë femërore. Por çfarë kuptova? Parazimit, unë isha bashkangjitur, pra sa më shumë të vazhdoj të jap energjinë time dhe bëra të pamundurën dhe arrita të kem edhe para. Dhe çfarë ndodhi është që në këtë bashkangjitje unë e kërkoja atë që ndjeja që diçka nuk shkon në këtë jetë, diçka nuk ishte jeta, por unë në një farë mënyre unë bëja jetën time, po përsëri e ndjeshe një lloj zbrasie, pra nuk i përshtatesha kësaj jete. Ndërkohë edhe vetmia në marrëdhënie, edhe pse isha në marrëdhënie, ndjeshe sepse nuk ishte inferioritet, pra nuk ishte intime, pra si thua ndjesh një farë inferioriteti ose i pamjaftueshme e tjera, edhe të gjitha këto i bënte mendja. Pra ngulitje që ne kishim, qoftë që në barkë të nënës, pra nga të parët tanë, që nuk i shërbejnë, sidomos edhe në kohën që unë u linda, sepse çdo vit dhe çdo shekull ka një temë, pra ndryshon, universi ndryshonte. Çfarë ndodhi? Është që unë e plotësoja, pra duke bler një lloj si një pjesë që janë akoma që rinë në rolin viktim, pra pa e ditur, në zonë të ratis, pra duke bler, duke shkuar në restorante, kafe e tjera. Ndërkohë, fytyra tjetër është kur më zgjoj shpirti, mua më erdhi ideja që unë do të ndihmoj, por si do t'i ndihmoj këto njerëz?
Dhe duke qenë se vazhdova, sepse unë ndjeva që u shkëputa nga ego. Pra ego, unë pata një vdekje, jo fizike, po vdekje nga ana, ju mbyll goja egos, ashtu sikur se pata dhe dhimbje në trupin tim, pra zemra rrite, shpatullat, organet, zorët e barkut, pra kishte një lloj ndjeja, një transformim, një ndryshim, dhe ky ishte zimi i shpirtit. Pra aty kuptova që ndërkohë që më erdhi, sepse pra pata u hap zemra se erdha nga një marrëdhënie që u divorcova mbas 30 vjetëve, ndjeva që si unë që buaj, ka shumë që buaj dhe unë do t'i ndihmoj. Dhe gjatë kohës që unë fillova dhe procesin e zimit shpirtit, se nuk i përshtatesha ma botës, pra u shkëputa nga bota e materjes, këtu është që duke u lidhur me shpirtin, unë u shkëputa edhe nga ajo që ishte në këtë rast, nuk më interesonte asgjë, pra qoftë restorantet, apo për të bler gjëra, apo tjera, pra unë mbylla në veten time. Po gjatë procesit të zimit të shpirtit, kuptova që unë erdha në këtë shtëpi. Po në këtë shtëpi, si do t'i paguaj unë këto gjëra? Pra, ndërkohë që isha në procesin e zimit të shpirtit, dhe sot e kësaj dite unë vazhdoj të punoj, ndoshta nuk është ajo që unë jam duke dhënë këtë direkt me ju, po në fund të fundit është energji, paraja është energji, pra në këtë rast është bolloku i universit, dhe unë kam këtë shtëpi, shtëpia nuk është e imja, unë banoj këtu, dhe në këtë rast më duhet paguaj faturat, unë do të ha, sepse kështu jemi krijuar. Pra çdo gjë kuptova që shpirti, pra edhe pse ishte zgjuar, dhe paraja janë të lidhura, janë pra dorë më dorë. Ndërkohë pse e them këtë, se gjatë kohës që unë jeni shumë nga ju që mund t'jeni lidhur dhe keni dhe me besimet fetare, nuk gjykoj, është drejta juaj të ndiqni çfarë të doni, se është liria juaj, nuk ju prek në këtë drejtim, po dua të tregoj të vërtetën që ju është që paraja është djallë, paraja është e keqe. Mësoni që të gjitha këto, si do që t'jenë, janë në mendjen tonë, janë të ngulitura, pra që paraja nuk vjen ke fukaraj, paraja është djallë, paraja nuk të bën të lumtur, janë të ngulitura në kokën tonë, pra janë në mendjen tonë, të mbingarkuar me këtë gjë, dhe duke qenë se ne do t'jetojmë në këtë jetë, dhe çdo gjë është me para, ju nuk mund të shkonim as në një vend pa para, edhe pse jeni shpirtëror, apo si do që t'jeni. Pra, çfarë do të thotë, është që ne duhet të kuptojmë që paraja dhe zimi i shpirtit janë dorë më dorë. Dhe prandaj e bëj këtë video, me qëllim që të shkëputemi nga ngulitjet që janë energji të krijuara nga paraardhësit tanë, dhe që do të vazhdoj në vazhdim. Pra, kjo është që mua më tregoj zimi i shpirtit apasapi, sepse unë isha lidhur me burimin e energjisë, pra në këtë rast Zoti, universi i bollshëm, që ka gjithçka, me tokën mëmb, që këtu është jeta dhe çdo gjë është në këtë jetë, kuptova si do ta vazhdoj unë këtë mision. Si do të rris unë aftësitë e mia shpirtërore. Si do të marr unë ndihmë, pra kuptova që paraja është dorë më dorë me zimin e shpirtit. Megjithatë, mësoni që për të arritur ne që e bëj këtë, që të arrim në një raport të drejtë dhe me ligjin e tërheqjes, pra aftësia për të dhënë dhe aftësia për të marrë në jetë, të gjejmë një raport të drejtë, dhe në këtë rast që të gjithë ju ne duhet të çlirojmë energjit duke u lidhur me veten tonë, nga besimet kufizuese në këtë rast, edhe të paras, sepse bolloku është, pra, siç tregova, dashuria, koha, energjia jonë, mirënjohja jonë, është edhe paraja, sepse është energji, jetojmë në këtë jetë, është universit, është për ta përdor, universi na jep ne, dhe ne e përdorim, pra e marrim, por dhe e japim, pra e çojmë përsëri në univers, kështu është e zhvilluar, kështu është energjia. Universi drejton energjinë, ne jemi energji,
pra që të gjithë, dhe në këtë rast bëhet fjalë që ne të shkëputemi të hymë në brendësi, sepse e kemi këtë ngulitje, jo vetëm në anën mendore të njashme, por i kemi edhe në zorrët tona të barkut, që është e kaluara jonë, dhe në këtë rast është besimi kufizues që e kemi marrë qoftë edhe nga ana e religioneve, pra ose edhe fetare, që paraja është djallë, por dhe nga ana tjetër, se unë nuk jam rritur, sinqerisht nuk mund të gënjej, ndryshe quhesh ateiste, unë besoja, por nuk kam pas lidhje, absolutisht nuk kam pas lidhje, thjesht kisha një besim në vetvete, dhe kjo është një bekim, një mrekulli, nuk e dija çdo të thot besim, por gjithsesi quheshe pra në gjuhën ndryshe ateist, pra nuk kam qenë në pjesë, por kisha këtë ngulitje që pra paraja nuk vjen ke fukaraj, ose pra duhet punoja fort për të arritur diçka, dhe edhe pse e arrita nuk isha e lumtur. Pra kjo është ajo që paraja nuk të bën të lumtur, sepse ne ishim të shkëputur nga shpirti, sepse i jepnim gjërat të njëanshme, pra emocione që ne ndjenim në çdo lloj situate që ne kalonim, nuk dinim se si ti ndjenim këto, dhe direkt reagonim me impulset e egos, ose të rriqeshim, ose reagonim duke bërtitur njëri bume, tjetri bume tjera, ose pra si thuash ngrinim e tjera, me një fjalë kontrolli, që do të thotë bazën frika e humbjes marrëdhënies, frika e humbjes të punës, të çfarë do lloj frika e sëmundjes, së mosvdesësh e të tjera. Pra në këtë rast po flas për paran, është edhe pse shkonim në një punë që e kuptonim që nuk ishte ajo që ne dëshironim, përsëri ne do të qëndronim, biles dhe të punonim dhe më shumë, sepse ishte frika që mund ta humbja, nëse unë i thosha, sidomos gjeneraca ime në atë kohë, që frika se humbet punën. Pra e gjitha është të mësoni që edhe e dyta, edhe nga ana e besimeve dhe e religioneve, shënim, ju lutem, është e vërteta, është që është të ndjallë edhe e vështirë edhe e keqe, sepse ishte kontrolli i njerëzimit, kontrolli i njerëzve, që do të thotë, qoftë udhëheqës, qoftë organizata, qoftë kompani, apo qoftë edhe religione, apo fetë, në çdo lloj në botë, nga njëra anë thoshin që paraja nuk ju bën të lumtur. Nga ana tjetër e grumbullonin vetë. Pra e grumbullonin, dhe jo vetëm këto, por edhe ju shumë shpirtëror para viteve 2020, sidomos 2020 që kulmi, që u zgjuam në mas, po dhe më përpara, sigurisht që patën një lloj, pra u lidhen me shpirtin, por qenë me egon shpirtërore, dhe në këtë rast që ajo ideja për të përfituar dhe këto gjëra unë i kam dhe nga eksperienca jetës dhe gjatëzimit të shpirtit, dhe vetë personalisht kam marrë pjesë edhe me që më sillte, pra që kërkoja zgjidhje në lidhje me njerëzit që parashikojnë, por shumë shpejt kuptova që parashikimi i tyre ishte me besimet dhe me parashikimet e tyre. Pra unë ju ndihmoj, unë ju tregoj që kjo është mënyra e vërtetë, po jeni ju që do të hyni në brendësi për të reflektuar për atë që ju keni situata tuaja, keni sfida tuaja, sepse një gjë është e vërtet që ne jemi edukuar në një nivel të ulët të ndërgjegjësimit, dhe sot ne jemi në një zhvillim nga ana e botës së jashtme për ndërgjegjësim kolektiv, pra jemi ndërgjegjësuar, por ftesa është që ne do të hyjmë në brendësi, dhe në këtë rast dhe ju si shpirtëror po ju ndihmoj që të kuptoni dhe kuptimin e vërtet të asaj për bollokun. Dhe mësoni që e gjitha që ne jemi, pra që nuk arrim që ta tërheqim
në këtë rast edhe paran me lehtësi, por mundohemi, është sepse jemi në një anshmëri, pra nuk jemi duke u pasuruar me fitimin ton, me vlerën ton, por me atë që na japin të tjerët, pra që na kontrollojnë të tjerët. Dhe në këtë rast edhe me paran. Mësoni që të gjithë ne duhet të hymë në veten tonë, me qëllim që këto t'i lirojmë, se i kemi jo vetëm të ngulitura në një anshmërinë me mendjen nga ana psikologjike, por edhe në ndjeshmërinë me shpirtin tonë. Dhe unë do të hyj në pjesën e dytë që kush është me të vërtet kuptimi i energjisë së paras. Mësoni që paraja është neutrale. Pra nuk është as djallë, nuk është as e keqe, është neutrale. Mësoni që është shpirtërore. Pse është shpirtërore? Sepse paraja më duhet është në këtë univers. Në fund të fundit, për të mbajtur këtë shpirt gjallë, më duhet të ha, më duhet të kujdesem për trupin fizik. Ju nuk mund të shkoni në një fitness, qofse doni të bëni fitness pa patur në një prak që e drejton, pa patur para apo tjera. Sigurisht mjetet ka nga më të ndryshme, jeni ju që zgjidhni, sepse Diana nuk ka nevojë të shkoj të paguaj, pra mundësi që kam, unë e bëj në shtëpi, nëpërmjet internetit, kështu mësova jogën, dal në natyrë, shoh qiellin, shoh tokën, pra që të gjithë jeni unik, që të gjithë është që një gjë dua të tregoj, që pa para ju nuk mund të blini, të shkosh në supermarket edhe të marrësh gjëra falas. Kjo nuk ndodh. Shënim. Mësoni që paraja është që duke qenë se është shpirtërore, pra është energji, ne jemi të lidhur, është energji, pra ne jemi të lidhur me burimin e energjisë. Paraja drejtohet nga universi, pra e marrim, por dhe e japim. Tjetër është mënyra se si përdoret paraja është në rrugë të drejtë, është dhe në rrugë të gabuar. Mësoni që të gjithë që janë të një anshëm, pra duke i dhënë sistemit egoistik akoma, pra vazhdojnë shumë njerëz që nuk janë zgjuar, nuk janë lidhur me shpirtin, janë që e përdorin për përfitime. Dhe këtu është shënim. Nuk është energjia e paras që shkatëron këtë univers, këtë botë, këtë tokë më. Është energjia e personit që përdor paran. Pra jo energjia e paras, por është energjia e personit që përdor këtë para. Paraja është letër. Si është energjia që ne e përdorim. Pra, ku ne nuk jemi, pra ishim si unë, akoma në zonë të reatis, pra duke parë vlerën këtë tjerët, atë që ne ndjenim bosh e bëni me blerjet në për restorante, në për klube, në për kafera e tjera. Pra, sepse nuk dinim si të ndjenim atë që na mungonte, se mohuam shpirtin, që jemi që të gjithë me shpirtin. Shpirti është fryma. Është kjo që i jep zemrës tonë 24 orë oksigjen dhe na liron se ndryshe do të ishim të çmendur nëse do ishim të pa shpirtin. Pra do kishim një mendje jo vetëm që kemi të mbi ngarkuar që punojnë 24 orë për njerëzit që nuk janë të lidhur me shpirtin, pra sepse vinë me të kaluarën dhe çfarë do bie ardhja dhe arrojnë të jetojnë tani me fëmijët e tyre, po punon ditë natë dhe përsëri nuk arrin atë, por arrin që i shikoni sëmundje nga më të ndryshme, pa energji e të tjera. Mësoni që një konflikt tjetër është që e kemi dhe ne si shpirtëror. Pse? Si që tregova, në momentin që ne zjohemi, ne shkëputemi nga bota e materjes, por kjo është e përkohshme. Sa më shumë ne vazhdojmë lidhemi me burimin e energjisë, aq më shumë ne kuptojmë shpirti kërkon rritje, zhvillim. Por këto janë mësime, pra dhe në këtë kohë paraja është që është mjet jetese dhe kushdo që e përdor, sidomos nga shpirtërorët, është që ka të bëjë me atë që do të na ndihmojnë, por një pjesë e përdorin edhe pse do të jetojnë, është mjet jetese. Pra e merr nga universi, por dhe e jep.
dhe në këtë rast e jep nëpërmjet ndihmës që ju ndihmon ju. Pra ju e kuptoni tani që paraja është mjet jetese. Por çfarë kuptojnë? Shënim, për një pjesë nga ju, sidomos kur zgjoheni, prandaj e jap që t'jeni të vëmendshëm, është shpesh kujtoni që është një dënim që ju ka dënuar Zoti, që ju ndjeni si ndjeni. Pra ka lidhje me Zotin, sidomos ju që keni qenë të lidhur me fetë. Ashtu sikurse ju që keni bërë një proces, nga që jeni akoma me egon shpirtërore, pra nuk jeni lidhur tërësisht i pastruar nga këto energji, sepse edhe paraja është energji, dhe në këtë rast nga ajo që është krijuar nga të parët tanë, është që ju e kuptoni që një pyetje ishte a mund të luaj bingo. Sigurisht që është energji, është drejta juaj, nuk ka rrugë të drejtë, nuk ka rrugë të gabuar, çfarë ti beson. Ashtu sikurse edhe për një pjesë për të cilën në kohën që i kanë shërbyer në organizatat për ndihmë humanitare nëpërmjet këtyre pra të feve, po kështu me një shikues, midis të tjera unë e pyes, sepse më bëri përshtypje emaili i saj, që ishte me numra dhe me gërmat e alfabetit, duke qenë se energjinë e dija që është me numrat angjëllor, pra numrat numerologjik, por në atë kohë isha dhe unë në zhvillimin tim dhe midis të tjera unë e pyes, a ka lidhje, a je ke qenë e lidhur me ose vetë ose me familjen, pra në lidhje me besim fetar, po ta, dhe midis të tjera tha unë shkëputa për arsye sepse unë po shikoja që kishte edhe brenda kësaj pra organizate për të cilën unë besoja shumë në ndihmën që jepeshin, sepse merrnin ndihma, pra ato që ne paguajmë në qeveri ose taksat ose ndihma që japim juve që paguani kuotat në fetë tuaja e të tjera, bëhet që ne të ndihmojmë njëri tjetrin. Por çfarë ndodh, dhe në këtë rast, jo vetëm që unë e kam zbuluar vetë, sepse jetoj në këtë, e kam parë vetë, por edhe kam dëgjuar, edhe pse nuk kam pas, edhe sot e kësaj dite nuk bëj pjesë me ndonjë fe, në asnjë mënyrë. Unë jam e lidhur me shpirtin dhe ajo që më tha është që pas që kishe manipulime, më shumë i përdorni me njerëzit që njihnin se sa me njerëzit që kishin me të vërtet nevojë. Dhe mos ju bëj çudi që këto gjëra kanë ndodhur. Pse? Sepse edhe këta besimtarë që drejtojnë udhëheqës janë të njëanshëm, janë me anën mendore, nuk janë në lidhje me burimin e energjisë, nuk janë të lidhur me zemrën, kjo zemër që e kemi që të gjithë, që është astrale, që është mençuria e qiellit, që do të thotë Zoti apo universi i bollshëm. Pra është në pafuqi. Ndërsa ne shpirtërorët, ne jemi në fillim që ndjehemi, sepse është mendja që vazhdon, por sa më shumë ne lidhemi me shpirtin, ne e kuptojmë që ne kemi Zotin në shpirt. Pra, çfarë dua ta them në këtë është që të kuptoni që të gjithë ne e përdorim ju që jeni shpirtëror, ju që shërues shpirtëror, ju që jeni punëtor të dritës, ju nuk keni pse pra ta planoni energjinë e paras, sepse ne jemi të lidhur me burimin e energjisë, dhe kjo është që ta kuptoni dhe besoj që e kuptoni që është mjet jetese. Tjetër është që ne, pra shpirtëror, prandaj po jap këtë video, ne si shpirtëror, po dhe si punëtor të dritës, të japim vërtetësinë e energjisë, pra të paras, që nuk është energjia e paras, por është energjia e personit. Një shembull do t'i jap, në fshatrat të Filipine kanë qenë 2 dhe vazhdojnë akoma, 2 fshatra në Bregdet. Pra, nëna natyrë, toka mam, e dhuroi këtë, pra Zoti, universi i bollshëm e dhuroi si Bregdet. Dhe aty po jetonin dhe 2 fshatra. Këto 2 fshatra jetonin me peshkimin, ishin të kënaqur e tjera, por çfarë ndodhi? Një person që kishte lidhje, pra u lidh me qeverin, tregoi projektin për të bërë një aeroport të madh për të ndihmuar pra shtetin Filipinas. Dhe në këtë rast, paraja e këtij personi, pra ai kërkonte të përfitonte, çfarë bëi kjo energji e këtij
duke u lidhur me qeverin, pra që e drejtonin në këtë rast, morën këtë para, e grumbulluan nga ky person me këtë energji për përfitimin e tij personal, i dhanë para pra gjithë këtyre fshatit, dhe pse ata shkuan në vend luksoz, pra më mirë se që ishin, ata nuk ishin të lumtur. Pra i bën të mirë. Dhe ndërkohë, pra shkatërroi vendin kjo energji, sepse do ta mbushin Bregdetin me dhe që të bëhet aeroport. Mendoni shkatërrimi vetëm e vetëm për të përfituar. Shkatëron në natyrë atë që ka krijuar Perëndia për përfitime. Kjo është energjia që është që paraja nuk bën të lumtur. Është e vërtetë që është në këtë mënyrë, sepse varfëroi njerëzit, në këtë rast largoi 2 fshatra apo kudo në çdo vend. Por e vërteta e saj qëndron jo tek paraja si energji, por tek përdorimi në rrugë për të shkatruar apo në rrugë për të ndërtuar gjërat në dritë dhe jo në errësi në shkatrim. Mësoni që ne do të shkëputemi nga bashkangjitja, ashtu siç e tregova dhe unë, që i kemi akoma si në zorrët e barkut dhe në jetë mendore, që paraja nuk vjen tek ne, paraja është djallë, sepse këto janë krijuar, që ku ne zgjam, më përpara njerëzit janë zgjuar nga ana shpirtërore dhe shkonin në për manastire, murgesha. Ne u shëruam këtu, në këtë qytet, unë në këtë vend, në këtë shtëpi. Pra shtëpia është që unë e përdor dhe unë do të paguaj detyrimet, çdo lloj fature. Dhe si me para. Paraja është më ushqen mua e të tjera. Prandaj është e gjitha që të gjithë ju të kuptoni, është e drejta juaj që të lidheni me energjinë e paras apo jo, është e drejta juaj, ju nuk ju detyroj, sepse është ju si e ndjeni ju, për të jeni të sigurt që në këtë jetë ju nuk mund të jetoni, sepse jeni shpirtëror pa para. Është jeta. Çfarë do bëni në këtë jetë? Do rrini si shpirtëror? Pra do ta mohoni energjinë e paras. Tjetër është që të kuptoni që këto energji në lidhje, nëse e ndjeni akoma, do të thotë që i keni akoma në trupin tuaj, prandaj ne do të shlirohemi se janë të marra nga karma e vjetër, pra nga gjeneraca në gjenerac, siç u tregova në këtë rast, edhe me lidhje me njerëzit që hynin në për manastire, apo grupe, apo më tash, që të ishin lartë nga energjia kolektive që ishte e ullës, sidomos për gjeneracën time. Mësoni që ne, prandaj po e jap, ne jemi shpirtëror, ne transformojmë botën me energjinë. Dhe në këtë rast, ne do të transformojmë edhe këto besime nga karma e vjetër, qoftë dhe nga fejt e religionet, që paraja është e djallë e tjera, do t'i shlirojmë sepse ne i transformojmë këto energji dhe kjo është që ne do të kryojmë energjinë e pastër të bollokut të universit dhe në këtë rast dhe të paras për të patur një raport të drejtë për të dhënë dhe për të marrë dhe në këtë rast është duke qenë një mantër që do ta përdorim që të gjithë ne që jemi shpirtëror dhe punëtor të dritës. Mantra, mbajni shënim dhe ta dërgojmë këtë jehon, se kjo është që ne transformojmë botën, ne dërgojmë dritë. Sa më shumë shpirtëror të kemë para, aq më shumë planeti jonë zhvendoset në paqe, në harmoni. Pra që të gjithë, jo vetëm për vete, por edhe se kjo është qëllimi i shpirtërorëve, qëllimi i punëtorëve të dritës. Mësoni një gjë, njerëzit që nuk janë zgjuar, siç e tregova në rastin e Filipinëve, është që këto e përdorin energjinë, mos u vi çudi edhe në social media sot që janë të turrur, që kanë dalë për vete për përfitim, duke i dhënë akoma sistemit egoistik fuqi. Pra jini të vëmendshëm. Interneti, inteligjenca artificiale na ndihmon për teknologji, për evoluimin e vetes tonë, por jo të bëhemi makinë. Jeni të vëmendshëm, jo të bëhemi makinë,
por të ndjejmë dhe me atë që në ndjejmë, ne marim pyetje dhe shpesh pyetjet ne i marim me shpejtësi, do mos këto 2 vitet e fundit se është inteligjenca, është evolucioni digital dhe kështu do të ecet, na ndihmon, është një mrekulli. Por jini të vëmendshëm, jini edhe me shpirtin tuaj, me veten tuaj, për atë që ju ndjeni, me qëllim që pyetjet që bëni, t'ju ndihmojnë dhe të jeni të vëmendshëm, si rezononi me atë që ju bëni. Pra, përgjigjet kujdes, është inteligjenca artificiale, por është një shpejtësi e dhënies së përgjigjes në për shembull Diana është duke folur me ju. Dhe inteligjenca artificiale e kap me shpejtësi ato që mund t'ju ndihmoj ju, por unë e jap në detaje. Vetëm atyre ju do të më kuptoni mua kur ju rezononi dhe kur ju e ndjeni që i lidheni me këtë energji. Sepse për sa kohë, se jemi si që një njerëzore, i kuptoni një gjë, që të gjithë kemi telefonat, që të gjithë bëni pyetje, çfarë po ndodh me ty dhe si po ndodh me ty, po pyetja është, përse nuk arrin, që e di dhe e zëm, rrin në një marrëdhënie që e kupton që nuk është e juaja. Dhe ju përsëri rrini, dhe pse e dini? Pyetja është pse rri? Sepse ti nuk i ke vetëm të ngulitura në mendje, që është frika, pra iluzionit, por ti ke edhe në zorët e barkut që je lënduar dhe prandaj rri, sepse çdo gjë, çdo energji, ajo që thot Diana ndikon ke ju, ajo që thoni ju ndikon ke të tjerë, dhe kështu është jehona, dhe prandaj unë ju dash që ju shpirtëror të përdorni mantrën që sa më shumë shpirtëror para të kenë, aq më shumë ne do të krijojmë botën e paqes, botën e harmonisë, sepse ne nuk shkatërrojmë, dhe kjo është që ne krijojmë projekte të reja, organizata, institucione, hapim shkolla shpirtërore, kudo krijojmë, dërgojmë dritën dhe jo ta shkatërrojmë. Prandaj është me të vërtetë që njerëzit që janë të pasgjuar, që është dhe epidemi mendore që i shikoni, nuk arrin, pra e përdorin në përfitim, sepse është ngulitur në kokën e tyre që pra të bëjnë, punojnë sa më shumë për përfitime, me qëllim që të kemë një ardhme, por një ditë erët avon që të gjithë ne do të lidhemi me shpirtin, dhe prandaj, ju që jeni lidhur me shpirtin, pyetja e tretë është, si do të arrini të lidheni me bollëkun? Mësoni që të gjithë ne jetojmë në një univers të bollshëm. Universi ka gjithçka për mua dhe për ne të gjithë, dhe nëse ju do të shikoni natyrën, pra në natyrë janë format jo të gjalla, janë format të gjalla, dhe në këtë rast zogjt, pemët, lulet, fruta, shpendët e të tjera. Mësoni që gjithçka është e lidhur dhe e destinuar për ne. Molla nuk e ha vetë mollën. Pra molla na jep, ne pemë e mollës na jep, por nuk e ha vetë. Mësoni që uji që shkumbini, ose uji që rreth, sepse unë vi nga një vend që shkumbini, sot atje shikoj që e kanë devijuar, dhe së mos mëndin kohën kur unë kaloja pushimet fëmirisë time, është komplet e prishur, është krijuar pra autostrate tjera, gjithsesi të kuptoni që ja kanë dhënë vit drejt, dhe unë nuk jam për atë që natyra do të shkatërroj natyrën, në asnjë mënyrë universi, por jemi ne që kemi shkatëruar, dhe një ditë vendi im, qyteti im, ndoshta do të ndjej edhe përmbytje, sepse shkumbimi është në një vit të drejtë, por shkumbimi, pra lumi është krijuar që të eci me dredha si gjarpri, me qëllim që ku ka rreshje, se çdo gjë ndodh, jeta është e paparashikueshme. Gjithsesi, unë dërgoj bekime në vendin tim, jo vetëm në vendin tim, por në të gjithë botën, që të thras të gjithë qeniet njerëzore që të lidhen me shpirtin, se vetëm kjo është që ne do të arrijmë të kujdesemi për tokën mëm dhe jo ta shkatrojmë. Po shkatrojnë malet e tjera, atë që ka krijuar, por malet janë që na mbrojnë ne. Malet janë që janë afër qiellit, janë mëçurisë.
Pra çdo gjë, unë sigurisht jam e lidhur me këtë mrekulli të universit, por ajo që ne do të arrim, sa më shumë të pasur të jemi, ne do të krijojmë këto projekte, që ne do të çojmë dritën dhe ne nuk do të shkatrojmë, por ne do të krijojmë një raport të drejtë, tokë dhe gjithçka si që një njerëzore në lidhje me energjinë. Mësoni që ne do të heqim dorë nga ajo që nuk ka lidhje midis paras dhe shpirtërorës. Pra të jesh shpirtëror, nuk ke pse ke para e tjera. Në asnjë mënyrë. Paraja është që na shërben dhe është mjet jetësore. Një nga mantrat që do të përdorni është unë kam bollok në të gjitha nivelet e ekzistencës time. Sepse gjithçka që ekziston është për ju, për mua dhe për ne të gjithë. Por me vlerën tonë. Unë kam vlerë t'ju ndihmoj ju. Ju kemi diçka tjetër dhe kështu ne ndihmojmë njëri tjetrin. Por kjo vjen vetëm atëherë kur ne jemi me shpirtin. Pyetja është si të veproni. E para është që të gjithë jemi të ftuar. Mjaft pak në botën e jashtme, lidhuni me veten tuaj, planoni veten tuaj si ju jeni, vlerësojeni veten si ju jeni komplet, ju jeni dashuri, e keni në zemër, hapeni zemrën, dhe në këtë rast ne përparan, hapeni zemrën, ndjeni sepse i keni këto ngulitje që paraja nuk vjen ke ju, je i varfër, je i pamjaftueshëm, apo është djalë të tjera, hapini zemrën, ne zemra është neutrale, paraja është neutrale, pra në këtë rast është vlerësoni veten edhe ju e meritoni paran. Por si do të arrihet vlefshmëria, të planoni që edhe 10 euro nëse keni ju jeni vlefshëm, edhe 1.000 euro, edhe në qoftë se jetoni në një banesë luksoze, apo fshat, apo apartament, ju jeni të vlefshëm, ju nuk lidheni me apartamenti ku unë jetoj është që unë e përdor, por nuk jam e bashkangjitur, dhe në këtë rast si e përdor, unë do të paguaj faturat apo do të ushjem, dhe në këtë rast është paraja që më ndihmon, është mjet jetese. Pra që të gjithë të kuptoni që ju e meritoni bollokun dhe kjo vjen duke planuar, pra sa më pak shqetësime, por duke planuar që çdo gjë ekziston në këtë univers. Sepse është i bollshëm. Çdo gjë ka për mua, për ju, aq më shumë ju do të rriqni dhe do të keni lidhje me energjinë e pastër të paras. Tjetër, pra ju do të kuptoni si punon krimbi, zogu jeton me krimbin. Dhe zogu nuk thot, sa shumë krimba ka. Luani, kafsha luanit jeton me zebrat. Luani nuk thot, sa shumë zebra ka, sepse janë, dhe është një mrekulli që janë, pra janë të lidhura. Ne si që një njerëzore, ne kemi prejardhjen nga kafsha, nga majmuni që të gjithë e dini, çfarë ndodh është që ne si që një njerëzore, është që duke mos e ditur se kush ne jemi dhe kush është vlera jonë, ne temi nuk jemi i mjaftueshëm. Pse ne shikojmë vlerën këtë të tjerat, nuk jam i vlefshëm. Paraja nuk vjen ke i varfër e tjera. Pse? Sepse ne nuk jemi në fuqin tonë, pra jemi në një anshmëri. Pra ne jemi e vetë një kafsh që ne themi, që pra në këtë rast burimi energjisë që nuk vjen ke ne. Paraja është për të gjithë, por është energjia se si investohet paraja. Prandaj është që do të pranojmë 2 gjëra që të gjithë ne. E paraja është bolloku i nënës natyrë, sepse edhe ai supermarket që u shet dritrat, apo bukën, apo frutat të tjera, janë nga nëna natyrë. E para, dhe e dyta është që ku ne jemi në fuqin tonë, ku ne jemi të mjaftueshëm për atë që unë kam vlerë, ku ne jemi me të vërtet fleksibël dhe të vlefshëm me gjithçka që ekziston, duke vlerësuar çdo individ, çdo gjë që ekziston, ne e tërheqim me lehtësi. Vetëm atëherë ku ne nuk shqetësohemi dhe nuk i bashkangjitemi. Pra pranoni 2 gjëra, që është e nënës natyrë dhe ne të jemi në fuqin tonë, në 2 këmbët tona dhe të jetojmë me vlerën tonë, jemi të mjaftueshëm sepse ne jemi për atë që ne kemi vlerë, ne e tërheqim
në këtë rast pasurin, vlerën e paras që është mjet jetese. Dhe e dyta, nuk do t'i bashkangjitemi paras. Pse? Sepse këtë e bën mendja, pra ta kem dhe ndërkohë edhe të mos e largoj. Që të dyja këto janë në kontradikt, pra është kontroll. Nuk je i sigurt në jetë, pra do të mbledhësh, do të kontrollosh sepse si je sigurt për të ardhmen. Jeto mrekulli në momentin tani, prezent, tani, sepse askush nuk e di se çfarë do të ndodhi nesër. Tjetër qëndroni neutral, sepse dhe zemra është neutrale. Ndjeni me zemër, çlironi këto energji nëse i keni, pra jini neutral. Ndërkohë është të kuptoni që është mjet jetese, të jemi fleksibël me paran dhe ndërkohë të vazhdojmë të bëjmë dhe të shkojmë me rrjedhën të universit pa patur frikë. Mësoni që paraja nuk është e jona. Paraja është që ne e përdorim, pra paraja është energji e universit dhe ne e përdorim. Kjo do të thotë që ne, sipas ligjit të tërheqjes, është që ne e përdorim, pra e marrim, po ndërkohë edhe i japim, dhe puna është a jemi duke edhe në mënyrë të drejtë, apo jemi duke u kthyer skllëvër të njëri tjetrit. Pra jeni të vëmendshëm, paraja nuk është e jona, nuk kemi pse i bashkangjitemi, është për ta përdorur dhe ta përdorim në mënyrë të drejtë për njëri tjetrin. Dhe kjo do të vijë sa më shumë të hapet zemra, sa më shumë të lidhemi me veten tonë, aq më shumë ne do të krijojmë bukurinë e lehtësisë së jetës, dhe si që njerëzore duke nderuar veten tonë, po dhe tokën mëm. Në fund të fundit jeta është në këtë tokë dhe të bëjmë gjithçka që jo vetëm ne që po jetojmë, por edhe fëmijët tanë dhe një prembesa me miliarda pasardhës të jetojnë në këtë tokë. Ky është misioni i drejtimit të shpirtrave, pra ju shpirtëror, që jeni shërues, por dhe ndriçues të dritës, se i shërbeni mençurisë së mësimeve të Zotit. Mësoni që sa më shumë të shkëputeni nga këto energji për të cilën e bëjnë paraja nuk të bën të lumtur, apo nuk është djall apo e keqe të tjera. Në asnjë mënyrë këtë e bën mendja, jini të vëmendshëm, shkëputuni nga bashkangjitja edhe kjo ja u bën që t'ja u sjellim me të lehtë. Duke e përdorur në mënyrë humanitare, pra humanitare paran, ne nuk ne çojmë dritë, ne nuk e shkatrojmë. Dhe kjo është që sa më shumë shërues shpirtëror, sa më shumë punëtor të dritës që janë të lidhur me mençurinë e mësimeve të vërtetësisë së jetës, ashtu si krijesa na ka krijuar, që është bollëk në këtë univers, më tepër se mendja mendon, është që ne do të arrijmë të krijojmë ekuilibrin, jo vetëm me një mendje psikologjike, por dhe me një shpirt në harmoni, pra të lidhur në brendësinë tonë, me qëllim që të arrihet bukuria e jetës për të jetuar që të gjithë të lirë në paqe, në lumturi, dhe të jetojmë dhe le të jetojmë, sepse kjo është bukuria e jetës. Ne nuk kemi pse presim rezultat, por atë që bëj sot, atë që jetoj sot, për atë që dua, e dua marrëdhënien e mirë, sillu mirë, e do veten, sillu mirë me veten, pra që të gjitha këto i kemi ne në dorë. Por që të arrim që të lidhemi me veten tonë është të pranojmë veten që ne jemi komplet si ne jemi, sepse kështu na ka krijuar krijesa për të krijuar një harmoni, jo vetëm me mendje të qartë, por dhe me një shpirt në paqe, dhe duke besuar në këtë univers të bollshëm ta jetojmë jetën, jo vetëm nga ana e vetes të lirë, por dhe me familjen dhe përtej, dhe kjo është jehona që të dërgojmë që çdo gjë në këtë univers është ndërlidhje me njëri tjetrin, për të mësuar, për të ndihmuar dhe për të krijuar me dhe për njëri tjetrin me zemër të hapur. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.